Eglaceno bën reagimin e çuditshëm për Gjestin, shkolla të bën njeri, Gjesti ishte e keqja në Big Brother. Duket se dramat e Big Brother nuk po ndalen edhe pas mbarimit të finales së Big Brother VIP, ku fitues u shpall Gjesti. Përkundrejt se ka mbështetur Gjestin, fituesi i edicionit të mëparshëm të Big Brother VIP, Eglaceno, ka disa fjalë për Gjestin se çfarë pret në të ardhmen. Në postimin e saj në Instagram, ajo e ka bërë gjatë festës organizuar nga shtëpia e madhe Top Channel pas Big Brotherit. Ajo shprehur kështu për Gjestin: "Sjarim, më në fund mund ta bëj. Unë kam alergji ndaj maskave, prandaj kam mbështetur atë djaloshin në Big Brother VIP. Ai ishte e keqja më e vogël në këtë edicion. Fatkeqësisht shoh përtej dhe them që ai shumë shpejt do të shndërrohet në një maskë. Duhet shtyllë kurrizore për të rezistuar reflektorëve. Fytyrën nuk ta jep shkolla, po shkolla të bën njeri. E thash çfarë thash." E mbyll ajo me kritikat për Gjestin, teksta Egla në prononcimin e mëparshëm tha dhe se Gjesti, si një djalë pa shkollë, ka shumë frikë nga shumë banorë, teksa shtoi gjithashtu duke i dhënë edhe merit për diçka, teksa tha se Gjesti ka ndryshuar frymën në shtëpi, e akuzoi banorët se kishin kthyer shtëpinë në një azil pleq. Megjithatë, deklaratat e saj kanë qenë nga më hipokrite, teksa fansat e kanë akuzuar se shpeshherë e ka goditur Gjestin e shpeshherë i ka dhënë kredite. Edhe nga fansat e Gjestit, këto kritika të bëra në drejtim të tij, aq më tepër që fituesi nuk gjykohet, duket se nuk janë pritur as pak mirë, duke thënë se kjo është vetëm një xhelozi për fituesin më të ri të Big Brother VIP.